Një pyetje kam lidhur me këtë plan shumë të madh për Shqipërinë që ka kryeministri i momentit, Edi Rama. A u konsultua dhe pse, se duket se s'është konsultuar fare me qytetarët, jo vetëm të analizonte në atë fazën e planifikimit, po ka nisur zbatimin ky plan në të gjitha këto zonat që ne përmendëm dhe qytetarët nuk janë aty. A u konsultua, ke informacion se është konsultuar me eksperta, nuk e di, ndoshta edhe me këta të jashtmit që ka dëshirë t'i marrë? Fakti që askush në Shqipëri, flasim për njerëz të edukuar në kuptimin e fushës së sektorit, sepse unë për shembull në sektorin ekonomik nuk është se e njoh. S'ka arsye njëri të më pyesi mua, kupton? Po në sektorin të cilin unë njoh, që është trashëgimia kulturore, turizmi etj., di që deri më sot askush nuk ka ditur për këtë Albanian Files. As ka ditë njëri fare çka ka qenë. Pra zgjidhja është një koncept i kryeministrit i bërë me disa arkitektë të huaj, të cilët për vërtetës, siç e shpjegova përpara, mund të jenë jashtëzakonisht shumë të mirë, por vinë dhe nuk kuptojnë kontekstin e vendit. Pra një arkitekt që vjen dhe nuk e kupton Shqipërinë, por shikon vetëm atë njollën e ndërtimit, nuk ka sukses. Ishim përpjekur Auron duke marr gur, duke marr lule. Shiko, nuk është problemi i gurit. Duke vizituar madje edhe ti ishe përfshirë në një rrëfim të tyre të City Froster në mos gaboj, i kishe shoqëruar në Nivicë? Unë bëra një gjë tjetër. Unë i propozova kryeministrit në atë kohë një koncept ku jo se është pika unë nga koka ime, po e pash në Francë çfarë kishte bërë një rajon i caktuar që ishte larg detit. Vend shumë i varfër, dhe si kishin zhvilluar ata turizmin e tyre. Dhe ata kishin bërë një koncept shumë të bukur, duke hapur mundësira komunikimi me detin, dhe duke parë zonën e tyre çfarë ofronte për shembull verën, rrushin, nuk e di këtë. Dhe kishte krijuar një sinergji midis zonës bregdetare dhe zonës malore. Dhe njerëzit shkonin dhe vinin atje për të parë vende malore. Në të njëjtën koncept unë propozova dhe i thash, shiko, ne do të gjejmë, do krejmë tre rajone. Rajoni i parë është hapja e bunës për lundrim, ku vina njihet velirat, gjithë buna mund të kthehet në një atraksion të jashtëzakonshëm lundrimi, ku ti vjen me varg në atë të vjetrën, në molën e vjetër, pastaj ke liçenin, i cili ty të lidh edhe Malinezi, dhe ti pastaj nga kjo, si thua, koncentrim, ke Alpet, dhe ti krijon një korridor shumë fantastik. Ti krijon një nga paketat turistike më të mira të Europës. Pse? Se ke detin, lumin, liçenin dhe Alpet. Nuk i ka njeri në Europë. Unë kam mbredhur Europë, nuk i ka. Një, e dyta, korridori i mesit të Shqipërisë, i cili është korridori më i varfër në çështjen turistike. Nuk e asgjë. Pra, nëse ti fillon nga Durrësi, Tiranë, Kavaj, Rrogozhin, derisa del në Lin, ka asgjë. Në aspektin turistik. Por kemi një fat madh. Kemi rrugën antike më të famshme të botës, që quhet Via Egnatia, të cilën ti mund ta ringresh si koncept dhe ti mund ta rikthesh sipas modelit të Santiago de Composteles në Spanjë, ku shkojnë 3 milion vizitorë në vit, ecin tek ajo. Dhe me këtë rrugë Spanja krijoi një produkt turistik të jashtëzakonshëm. Dhe ne, me Via Egnatia unë jam marrë, e kam bërë në këmbë nga Durrësi deri në manastir, kam parë gjithë zonën, kam parë mundësitë ekonomike se duhet ta shohësh. Dhe ti krijon pastaj nëpërmjet kësaj rruge krijon një fashë ekonomike 2 kilometra majtas, 2 kilometra djathtas, krijon mundësinë pujtin, agroturizëm, gjëra të ndryshme, kupton? Dhe e promovon këtë zonë si një zonë historike, pra ti vjen dhe udhton në rrugën Egnatia. Po ti kur del në librazh dhe shikon që gjithë zona e Egnatia po bëhet gurore, dhe po e shpartallon dhe nuk fet asnjëri, ti e kupton që ky vend nuk është serioz për këtë gjë. Dhe e treta, fashat e tretë ishte jugu, ku ti kishe fashën Sarand, ose më saktë Butrin Timar, drejt maleve të zonës Kurveleshit. Dhe e eksperimentuam, ai ndihmoi jashtëzakonisht për të hapur rrugën dhe për dalë në det. Për herë të parë ajo zonë del në det me rrugë, është një nga gjërat më të mira që ka bërë Rama për atë zonë. Dhe sot ka një sinergji turistike, pra njerëzit që janë në Borsh, në Himar, mund të vinë sipër në zonën e Kurveleshit, thonë shohin kanionet, mund të rinë natë, mund të rinë dynet, han diçka nga zona etj. Pra i dha frymarrje.
Dhe nëse ne këto 3, për shembull, si thua, i çonin deri në fund, po. Vazhdonin, jo lihenin rrugës, mendoj që do kishte një sukses shumë të mirë në penetrimin ekonomik në zonat rurale. Pra jo përqendrimin në zonën bregdetare, por futja e turizmit në mënyrë kapilare në fshatra. Dhe kjo çfarë krijon? Krijon oportunitete për vizitorët, por dhe për banorët. Nuk ikin,